mënoj që nuk keni ma arsyetime që s'po kam ko me bo një sen, kur ChatGPT-a ta kryin mrena minutit, edhe është 24/7 aty për ty. Edhe po mënoj që kjo është një ndimes shumë e madhe, që njerëzit mos me pas atë arsyen, mos po kam ko me bo diçka, kur mundesh me e kry shumë shpejt. Okej, fillimi po më duket nuk ka replika, nuk pas ka në fillim, diçka, a ke ndonjë replika apo jo, apo të shkojmë me pyetjen tjetër, në ndërkohë e shohim se çka na sjell pyetja tjetër për me repliku, pak më shumë. A e rrit AI rrezikun e kombinimeve të gabuara të banave? Të banave? Po. Kjo pyetje është për mua. Pa dyshim që rrit, aktualisht biles njët një efekt e AI që quhet efekti i halucinacioneve. AI është duke shpik barna që nuk ekzistojnë edhe është duke shpik diagnoza që nuk ekzistojnë. Edhe kjo është një problem i madh sepse në momentin që dikush, një person, sidomos njerëzit të cilët nuk janë mjek, i bën një pyetje inteligjencës artificiale, ata nuk din ta bëjnë pyetjen në mënyrën e dur. Se inteligjenca artificiale ka të bëjë me pyetjen, po më duket pyetja është sendi më i rëndësishëm këtu. Se si ta pyesësh. Se si ta pyesësh. Dhe nëse bëjnë pyetjen gabim, automatikisht përgjigjen do ta marrin gabim. Dhe për çdo ditë po hasim raste të dështimeve të mëdha. Ka raste për shembull që një person i fut simptomat dhe ato janë të një rasti urgjent, kurse AI i leçon ato, thotë e qetëson personin, nuk është asnjë gjë edhe përfundojnë pastaj në probleme të mëdha shëndetësore. Edhe në problemin e barnave. Nuk është aq e thjeshtë që të përcaktosh se çfarë produkti do të marrë një person, duhet të jesh profesionist, sepse duhet të dish sëmundjet që ai ka, barnat e tjera që merr, qoftë edhe ushqimet e tjera që ha, sepse kombinimet mund të sjellin pastaj probleme fatale. Dhe AI këtë nuk mund ta bëjë. Unë kam një rast, kam qenë alergji. Një minutë iki. Po, para se me shku tek mjeko, e kom bërë një foto edhe e kom dërgu ChatGPT-s edhe kom tregu se çka kom hangër, edhe ChatGPT-a ma ka rekomandu një hap, edhe kur kom shku të mjeku, ka qenë hapi i njejtë, që ma ka qitë edhe mjeku. Do me thonë, varet se që je pytë. Po, varet se po, edhe qka i tregon. Po du me thonë që unë nuk po du me thonë që ChatGPT-a është i besueshëm në këtë aspekt, se unë e fare nuk kisha pas dëshirë që njerëzit me mendu që ChatGPT-a është i aftë edhe në këtë fush, mirë po që në pjesë ka rezultu që me sukses, që mund ka ndimu. Ty në orje ku në meqme në këtë rast. Po nashtë ma e meqme ku më Definitiva në këtë rast. Kam nevojë të replikoj. Po, një minutë. ChatGPT-a është një burim i jashtëzakonshëm informacioni. Edhe unë si farmaciste, edhe ne si profesioniste konsultojmë ndonjëherë. Problemi është që jo gjithë informacionin ChatGPT është i saktë. A informacion duhet pa tjetër mu bë double check me mjekun. Ti për shembull nuk e guxu ta marrësh produktin vet, po ke shku te mjeku dhe ke bërë shumë mirë. Sepse në këtë rast ja ka qellu, po ka plot raste tjera që mundet mos me ja qellu dhe pasojat pastaj janë shumë të mëdha. Mund të kesh pasoja që pastaj bart për gjithë jetën, kështu që më mirë është që të konsultohesh me profesionistin që të sheh, të sheh analizat, të njeh alergjitë tua edhe normalisht ta jep pastaj produktin ashtu si duhet. Pyetja tjetër, të shohim se çfarë ka. Çfarë teme na qel tash, a dalim të barnat apo diku tjetër? Veç prezantu se mos na bëni me inteligjent. Botë, ajo. Gati. Se që kjo po më rënë shtrap, nuk pe di, a unë po shtramoj? A mund